Partia Demokratike kërkon mbajtjen e një debati në kuvend në lidhje me fondet IPARD që Bashkimi Evropian ka pezulluar për fermerët të shqiptar pas një hetimi të agjencisë OLAF zbuloi parregullsi. Zyra e Bashkimit Evropian kundër mashtrimeve OLAF njoftoi zyrtarisht se ka identifikuar keqpërdorimin e 33 milion eurove fonde të BOE-s në ndihmë të bujqësisë shqiptare dhe rekomandoi bllokimin e paketës së radhës prej 112 milion euro deri në një vendim të dytë. Këto parregullsi përfshin pagesa për kompani konsulence, kontrata të dhëna pa konkurs dhe çmime të fryera dhe shkelje të rregullave kontraktuale. Në vlerësimin e grupit parlamentar të PDK-s, Kuvendi duhet të realizojë një mocion me debat për këtë çështje dhe të miratojë një rezolut ku bëhet thirrje organeve të drejtësisë që të hetojnë raportimet e OLAF dhe të nxjerrë para përgjegjësisë penale kudo që ka shkelur ligjin. Bashkimi Evropian pezulloi fondet IPARD 3 për Shqipërinë në korrik të vitit të kaluar, pas rekomandimit të zyrës kundër mashtrimeve. Pezullimi preku grantet për 122 milion eurosh të këtij programi, teksa përmasat e keqpërdorimit të tyre mund të rrezikojnë edhe të ardhmen e kësaj mbështetjeje për fermerët shqiptar.